Unë familjen e konsideroj si të shenjtë dhe nuk e dua në këtë mënyrë. Ndahet nga jeta në mënyrë tragjike në një aksident rrugor Eriona Amato, gruaja që kur nuk i qeshi buza, e vuajtur dhe e braktisur nga të gjithë. Në vitet e fundit jetonte pranë Pallatit të Kulturës në Vlorë, në një lulishte, në vende të braktisura, por përpiqej që të ishte e dobishme. Iku nga kjo jetë e varfër ekonomikisht dhe shpirtërisht, me breng të madhe, sidomos për familjen që e donte aq shumë, si dhe për fëmijët e në veçanti për vajzën, që nuk rreshti kurrë së kërkuari deri në frymën e fundit. E detyruar të largohet nga banesa e saj njëhimar, për kushtet e rënduara ekonomike dhe gjendje së shkatruar, Mato jetonte në Vlorë duke u larguar nga skamja si dhe konfliktet e erpasershme deri në dhunë fizike nga njerëzit e afërt të saj dhe të bashkëshortit. Në 2 prill të vitit 2024, televizioni 6+ nga Vlora udhëtoi së bashku me Erionën drejt Imarës në shtëpinë e shkatruar, ku ajo do të tregonte mbi jetën e saj të vështirë. Në Vlorë kam dhënë me qira, edhe për momentin unë iki edhe në Tiranë me qira, me djalin. Mua më mban vetëm ajo vajzë në Vlorë. Nuk më bën zemra troç, dhe në këtë rrethana që jam unë, mua këtu nuk më lëm të bëj as kasolle, as me ndër tualet, as nuk më lën të ketë toka të mbyllura, të ketë sinor si çdo shtëpi, kanë prishur murin e shtëpisë, kanë zgjedhur plaçkat për jashta dhe akoma vazhdojnë me këtë problematik. Unë kam që në 2008 e këndej, unë vetëm që kur kam dhënë këmbën, po 2008 më ka prishur totalisht shteti. Vajza është në shtet dhe unë përballem në gjykat për të gjetur drejtësi dhe jo që drejtësi nuk gjej, po unë jam e shpërbër totalisht. Prej vitesh vajza minorene e çiftit Mato është streuar në një prej qendrave të strehimit në Tiranë. Eriona Mato tregonte se nuk e kishin lënë të komunikonte dhe të fliste me vajzën, duke ja mbajtur peng, pavarësisht se ka kërkuar të drejtën e saj në instancat shtetërore, ka harxhuar ekonominë e familjes në procese gjyqësore, nuk ja ka dalë të jetë pranë vajzës së saj. Vajza mbeti pengu më i madh i Erionës, për të cilën çdo ditë i drejtohej Zotit me të vetmen lutje që të ishte afër saj, por kur kjo nuk ndodhi. Unë i kërkoj drejtësisë, me një fjalë pse vajza ime mbajt peng në institucionin shtetëror dhe nuk më lejojnë as të komunikoj, as ta shoh me sy, as ta prek. Kur unë fare mirë mund t'i gjej edhe në Tiranë me qira, mund ta kem vajzën ta shkolloj, ka zgjidhje, merr edhe një shtëpi me qira këtu, i marr, e rregullon këtë. Opsionet të demokracie ka krijuar nga më të ndryshmet. Unë ja drejtoj gjithë strukturave ligjore që të ndërhyjnë nga ana parimore, shpirtërore, në mënyrë sa më të drejtë dhe sa më konshient, që edhe të problemet e popullit i zgjidhin si duhet, jo të marrin lekët nga negativët dhe të shkatërrojnë familjet e të tjerëve padrejtësisht. Dhe kjo është një shkatërim total nga shteti, nuk është nga mungesa e eksperiencës time si grua, si bashkëshortës, si në. Eriona është viktima e institucioneve, si kundre pohon edhe vet ajo, kërkoi të ishte një njeri me reputacion dhe të kishte vendin e saj në familje dhe shoqëri, por këtë gjë dhe këtë qetësi tashmë do ta gjej vetëm në qiell. Unë dua hijen time, reputacionin tim që më përket, jo të jem e cunguar edhe jo të jem e përpistuar si familje. Eriona Amato u përcoll me nderime në banesën e saj të fundit, nga kisha ortodokse drejt varrezave të qytetit këtë të hënë, ndërsa trupi i saj i bër fije fërtele, tashmë do të prehet e qetë, duke mbyllur kështu hallet e mëdha që i rënduan shpirtin një njeriu i cili kërkonte gjithë jetën e saj vetëm drejtësi. Lam të mirë Eriona, lam të mirë gruaja e pafat e cila do të jetë tashmë ëngjëlli i familjes së saj dhe vajzës, të cilën kur nuk arriti ta kishte në prerjen e saj. Lam të mirë Eriona e varfër, por e pasur në shpirt.